Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të ndarë historinë e radhës. Këtë herë historia që do të ndaj me ju është një histori shumë e dhimbshme. Bëhet fjalë për një dashuri, bëhet fjalë për emocion, bëhet fjalë për një djalë i cili me dhimbjet më të madhe ka rrëfyer historinë e vet. Letra fillon kështu: një rrëfim i thellë në unazën e kujtimeve. Si u dashurova, si krijova familjen time dhe si u shem bota më 2 dhjetor të vitit 2023. Unë jam A.A, do me thënë me inicialet A.A, nga një fshat i Tetovës. Në moshën 18 vjeçare u takova me një vajzë nga rrethi i Tetovës, fluturën time, që në fillim e thërisja flutur dhe dashuronim shumë njëri tjetrin. Ditët kalonin pa e ndarë telefonin, bisedonim çdo moment, 24 orë në ditë, ku pas 3 vitesh lidhje, ndjenjat tona ishin të forta edhe tepër të sinqerta. Një ditë të diel, ajo më telefonoi duke qarë edhe më tha: "Eja më merr", më tha mua, "nuk po mundem më me familjen time." Unë si njeri sinqert u nisa me njëherë. Mora makinën dhe shkova te shtëpia e saj. Më pritën dhe më pranuan brënda me respekt. Dhe unë, në atë moment, me një zë të vendosur, u thash: "Dua të martohem me vajzën tuaj." Dhe ata u përgjigjen: "Jo." Në këtë mënyrë, jo. Nëse e do, më thanë, e merr tani, në këtë moment. E ndjeva që diçka nuk ishte në rregull. Por kur i thash se do ta merrja fluturën, ajo u ngrit edhe më përqafoi fort para familjarëve të saj. E mora në atë moment dhe u ktheva pa u treguar prindërve të mi asnjë gjë. Kur mbrita në shtëpi dhe u thash prindërve se isha martuar, ato u gëzuan shumë. Të nesërmen, me njëherë pasi që martesa erdhi me shpejtësi, unë organizova dasmën që ajo e ëndërronte, pa dijenin e familjes së saj. E bëm dasmën dhe ajo u gëzua shumë, sepse ja kisha premtuar unë atë dasëm fluturës sime. Por nuk erdhi asnjë familjar prej saj. Ajo u trishtua shumë. Unë i thash: "Mos u mërzit, tani ke një familje të re." Gjithsesi ne vazhduam jetën tonë së bashku, tepër të lumtur. Pas pak kohë, flutura u rikthye te jeta jon me plot shpresë. Unë punoja fort, shpesh me kufjet në vesh duke menduar për të. Do me thënë, edhe ka punuar edhe ka folur 24 orë me të. Çdo natë me ziprisja të vinte koha për ta parë. U bëm prindër të 3 vajzave dhe unë hapa një biznes të vogël për t'i siguruar më shumë të ardhura për familjen tonë. Punova edhe në natë, edhe në ditë, sepse doja që asgjë të mos ju mungonte fëmijëve të mi. Nuk doja fare që të mërzitet ajo. Çdo mëngjes kur zgjohesha i dërgoja kafen në shtrat. E dija që e pret një ditë e lodhshme me fëmijët dhe përpiqesha ta ndihmoja në punët e shtëpisë. Do me thënë, doja që të isha një burr besnik jetës së saj. Kur flutura fliste për nënën e saj, shpesh thoshte:
Si burri im nuk ka askush. Nuk e kam vetëm burr, por e kam shok, e kam vlla, e kam edhe gjithçka. Kur unë i dëgjoja këto fjalë nga goja e saj, që bisedonte me nënën e saj, më vinte dëshirë t'i ndihmoja edhe më shumë, edhe më tepër t'i qëndroj pranë. Vitet kaluan, fëmijët u ritën dal nga dal dhe ne, si dikur, dilnim shpesh bashkë në mbrëmje, vetëm unë edhe ajo. Si në kohën tonë të rinis, nostalgji. Të tjerët na shikonin me xhelozi se si jemi bashkë edhe sa mirë e trajtonim njëri tjetrin. Një datë që mua më mbeti në mend dhe vazhdon të më mbeten është 2 dhjetori i vitit 2023. Ajo më tha, nëse ke kohë, më ço te babi sepse nuk i kam parë prej kohësh. Pa hezitim i thash, bëu gati dhe e dërgova së bashku me fëmijët. Ishte diku në mes të natës kur më thiri vajza në telefon dhe më tha, babi, mami nuk është në shtëpi. Nuk po e besoja, mora makinën dhe vrapova për ta parë me sytë e mi. Kur unë brita atje, fëmijët po qanin. Kur i pash që qanin, mua mu shemp bota mbi kokë. Flutura, gruaja ime, pas 15 vite martesë, ishte larguar me një person tjetër. Nuk di asgjë. Personi që unë i besoja dhe e doja më shumë në botë, më nguli thikën pas shpine. Na braktisi. Mua më shkatëroi totalisht. Policia e Tetovës e gjeti më vonë dhe lajmi për gjendjen e saj ishte shumë i rëndë. Ajo ishte ndodhur në mënyrën që më preku thellë mua, po megjithatë, më po ashtu më braktisi jeta që njihja. Mora fëmijët dhe u ktheva të jetoj me ta. Nuk jam martuar më dhe nuk mendoj të martohem. Ende jetoj me erën e saj, me mallin për të që nuk shuhet. Edhe kur hy në shtëpi mendoj se do të më pres flutura, por kur kujtimi i saj bëhet i qartë, fshihem edhe qaj si fëmijë për të keqen që më bëri. E kam dashur shumë dhe i kam besuar pafund. Sot presditën, shpresoj që një ditë të kem mundësi t'i shoh fëmijët e mi për t'i parë përsëri. Por kaluan muaj dhe ajo nuk u interesua për ta. Sikur fëmijët nuk ishin fare vlerë për të. Ndërsa shkruaj këto reshta, duart më dridhen. Faleminderit që dëgjuat historinë time. Ju lutem ruani respektin dhe kujtimet e atyre që i keni dashur. Mos i merrni si të garantuar.